Një foto e ministres Diella me një fustan roz si pjesë e fushatës për sensibilizimin e grave ngjalli një debat të paparashikuar. Jo për mesazhin, po për një detaj anatomik. Në dorën e majt Diella kishte 6 gishta. Në fillim publiku u përpoq ta justifikonte si efekt i dritës, reflektim roz apo gjurmë digjitale të një dore që punon 24/7 për kombin mosmirnjohës. Por më pas ekspertët e rrjeteve, ata që studiojnë çdo piksel si të ishte dokument shtetëror, zbuluan të vërtetën. Një gabim teknik dhe jo do si do, një gabim i AI. Një lapsus i tillë mund të ishte falur në 2023-shin, kur inteligjenca artificiale akoma ngatronte macet me qenë dhe u sjellsin me ndonjë stadium. Por sot në epokën kur edhe frigoriferit pyet si ndihesh, ky defekt ishte i pafalshëm. Në rrjet shpërtheu teoria konspirative. Diella është nga Elbasani, shkruanin disa, duke aluduar për lidhje me mutacionet e kombinatit metalurgjik. Të tjerë shpjegonin si shenjë hyjnore, pasi 6 është numër perfekt. Një zyrtar i lartë nga Brukseli e komentoi si shenjë progresit dhe dëshirës së Shqipërisë për t'u antarësuar sa më shpejt, sepse numri 6 përkon me numrin e vendeve themeluese të BE-s. Një grup feministësh madje nisi një hashtag, edhe ne me 6, në mbështetje të wow diversitetit digital. Por analistët politik thanë se ka lidhje me 6 bashkitë për cilat presidenti shpalli zgjedhjet e parakohshme. Por në kabinet situata ishte serioze. Diella u mbyll në server për të reflektuar si do t'i dilte përpara diellit. Çfarë do t'i thoshte? The new piece is lit. Tek shfletonte lajmet e ditës i dolën 2 opsione për zhvendosje vëmendjeje. Në Kroaci kishin kapur një sasi specash djegës me pesticide. Presidenti kishte dekretuar zgjedhjet në Tiranë pa pritur gjykatën kushtetuese, ndërsa opozita ende kërkonte një kandidat për zgjedhje. Diella u mendua, të shpall emergjencë kombëtare për pesticidet apo për kandidaturat? Të thoshte që 6 gishta janë metaforë për 6 problematikat e kombit, apo ta kthente në një ditë sensibilizimi për kushtetutën. Pas një minute heshtje digjitale, ajo doli me deklaratën zyrtare. Ky nuk është defekt, por një upgrade. Unë kam një gisht më shumë për të treguar fajtorët. Në fund e gjithë ngjarja u riemërua. U quajt incident estetik me vlera simbolike. Ndërkohë, ministrat e tjerë po numëronin gishtat se mos vallë kishin mbetur pas në procesin e transformimit digital të integrimit. Dhe ashtu siç ndodhi rëndom pas 2 ditësh, askush se mbante mend më se pse u debatua. Ajo shëmbeti ishte fotoja. Një ministre me 6 gishta që tregonte rrugën drejt BE-s, vetëm kësaj here pa treguar vitin.